Mirëmbrëma miq, mirë se vini në Studio Sport, mirë se vini në televizionin kombëtar, Vizion Plus. Edhe kjo e diel në mbrëmjen e agjëm bashkë duke folur për futbollin. E sigurisht do të flasim për finalen e Kupës së Botës mes Argjentinës edhe Spanjës, e cila është duke u luajtur në këtë momente. Pam një pjesë të parë 0-0 me një Spanjë që ndoshta duket sikur po e kërkon më shumë fitore. Megjithatë, kjo mbetet për të diskutuar me të ftuarit që kam në studio. Por sigurisht deri në përfundim të ndeshjes ne absolutisht do të flasim pak edhe për ecurinë e skuadrave shqiptare në Europë, në kompeticionet ndërkombëtare, si janë rezultatet dhe si kanë dalë deri më tani, sigurisht edhe për sezonin e ardhshëm nëse bindin këto ekipe. Për gjitha këto jemi në Studio Sport, prezantoj më njëherë të ftuarit që kam mbrëmjen e sotme. Sajmir Patushi, mbrëma, mirë se vjen. Mbrëma. Alpin Gallo, mbrëma, mirë se vjen. Mbrëma. Enida Xhelili, knajsi, mirëmbrëma, mirë se vjen, ne shihemi në botror, në europian, për gjatë kompeticioneve të rëndësishme. Knajsi që në Studio Sport. Edhe për mua shumë knajsi që rikthehem këtu, sepse takimin e fundit bashkë kemi pasur po në këtë studio, për europianin, pra për para 2 vitesh, edhe jemi kënaqur, shpresoj që dhe sot do themi gjëra të këndshme. Shpresoj, deri në fund. Erion Zeqiraj, koleg gazetar, sportist, voleybollist, shumë kënaqësi që je pjesë e Studio Sportit, jo për këtij sezoni, për 4 sezonesh. Kënaqësi edhe për mua që jam me ty dhe që jemi në finale. E vërtet. Si po e përjeton këtë kubote, le të themi, këtë finale? Po ne mbyllim që në fazën e parë që ligu Gjermania, e mbyllim televizorin. E pas ke mbyllur me mua, po. E mbyllur televizorin, kemi parë kështu thjesht për si sportdatar, po është e bukur dhe kur e shikon jo me tifozlik, që shikon ekipet. Do më kupton më shumë gjëra. Enida, kur je eliminuar apo je ende loj? Brazili, jo se jemi në loj. Unë faktikisht kisha parashikuar një Brazil-Holland finale, po ky si botrorit papriturave pati shumë gjëra që gjatë rrugës na ndryshuan, kështu që do të kemi mundësi të flasim gjatë mbrëmjes, po unë kam lidhje me Brazilin, do vdes me Brazilin, nuk ndroj skuadër. Okej, vetëm ndrojnë lojtarët, skuadër mos ndrohet, të vi brezi i famshëm i Brazilit që merrte Kupa Bote, që ka qenë i jashtëzakonshëm, e diktonte edhe në Europë me lojtarët. Nëse flasim për Brazilin, duke se duhet të kthehen në rrugë të marrin lojtarët që të vegjël që aty, sepse me këtë ndryshimin e stilit futbollit evropian dhe Brazili ka ndryshuar strategji dhe nuk po është më ka 20 vite që s'është ai që ka qenë. Okej. Të drejtën. Sajmir, për kë jenë këtë mbrëmje? Ore, jeni brenda parashikimeve ju, se tani ne, do me thënë, ata specialistët e javës së shkuar, thanë Francë-Angli. Jemi deri diku, përveç Brazilit që mua ka ikur, pasaj këto, do në Franca, kurse Spanjë, e ke parashikuar Spanjën? Spanjën, po. Okej, na doli njëri sakt tani se? Unë asnjëherë nuk isha parashikuar, të them vërtetën, pavarësisht se futbolli është kapriços, dhe si kanë ardhur ekipet, unë mendoj që u zhgënjëm, sidomos te Franca dhe te Anglia jam i zhgënjur te masë. Pritshim dikë tjetër, mund të them është diçka që futbolli duron spektakël, duron atë bukurinë, por kur mendon që ti je inferior ose superior nga një kundërshtari, besoj që gabojnë shumë rënd dhe gabuan, si Franca ashtu edhe Anglia. Okej. Në këtë mbrëmje sotme, me atë që pe në pjesën e parë, sepse ne penalizohemi pak tani për pjesën e dytë, ku mendon që anon më tepër Kupa e Botës? Shiko, çfarë japin ekipet ose çfarë japin, se episodet pastaj sigurisht janë ato që vendosin ndeshjen. Si kanë ardhur ekipet deri këtu, unë besoj që deri diku merito Spanja. Merito sepse ai qarkullimi i topit edhe posedimi i topit që vetë ekipi mbart ose lojtarët që ka, unë besoj që është disi më superiore. Mos harrojmë diçka tjetër, unë këtu e kam thënë dhe e them gjithmonë, që ato kanë një mesi, një gjeni, që prodhon atëherë kur ty nuk ta merr mendja. Prodhon atëherë kur askush nuk e beson që ky do prodhoj. Dhe kjo është diferenca që mbart vetëm Argentina. Kurse po ta shikosh te loja, atëherë le shumë për dëshiruar, Spanja është si nata me ditën me Argentinën. Alpin, je dakord? Apo mendon që ndoshta Argentina dhe Messi sot mund të triumfojnë për të marrë sërish trofeun e Kupës Botës? Luhet përveç atyre që tha Patoshi, luhet edhe 2 trajnerët, mënyrën se si ta kanë interpretuar ndeshjen dhe mënyrën se si do ta zgjidhin. Besoj se për pjesën e parë që ne pam 45 minutat e para, Spanja ishte më kërkuese. Vërtet që është një ekip që luan ndërmjet linjave, vërtet që është një ekip që ka teknikisht shumë mirë dhe luan në zona të vogla. Më kryesoren që ka rimfitimin e topit që ka shumë të shpejtë dhe presingun e bën në fazën në moment që humbet topin edhe fazën lartë, dhe kur shohim një Argentinë që shpeshherë
edhe deri se ka ardhur këtu, ka pasur vështirësi gjatë rrugës dhe për mua Argentina është bërë shumë herë më agresive në momentin që ka pësuar golin dhe ka treguar autoritetin e saj dhe me përmbysje, si ndaj Anglisë. Kështu që unë besoj, presim një pjesë të dytë, sepse mënyrën se si e kanë ndërtuar strategjinë, pam një Argentinë që luante në blokun poshtë me shumë forca dhe duke mos krijuar me lënë Spanjës hapësira, por mundohet të dalë në kundrapjetë dhe për të kapur me medaljet e shpejta, por vetëm me një lojtar në fazën e sulmit dhe pjesa tjetër që është e gjitha mendon për fazën defensive, besoj se ka shumë të vështirë për ta vënë në vështirësi. Okej, se do të kemi mundësi që gjithë emisionit i diskutojmë edhe me detaje, duke marrë parasysh edhe diferencat e këto që thesa i takon ekipeve dhe nga ana teknike dhe taktike. Për kë je më shumë sonte? Kusht ka bindur më shumë në rrugtimin e këtë botror, jo vetëm thjesht për një lloj kënaqësie personale? Kam një kuriozitet se të dy ekipet si Spanja, si Argentina i kanë zgjidhur ndeshjet në fund. Në ndeshjet kryesore në këto i kanë zgjidhur pothuajse në fund përveç gjysmëfinales me Francën që i rodhin. Dhe jam shumë kurioz se kush do ta zgjidhin në fund, do ta zgjidhin në fund apo do shkojnë drejt penalltive. Po siç duket, duke parë pjesën e parë, besoj që do jetë një trend, nëse do ketë një episod kam për ta shtyrë ndeshjen sa më shumë tjetë e mundur ta çojnë drejt penalltive. Po, në fakt, në këtë fazë të botrorit në finale, mendoj që skuadrat ruhen shumë edhe u vur edhe në pjesën e parë, që edhe pse Spanja pati një qarkullim më të madh të topit, përsëri skuadrat ishin duke u ruajtur edhe. Po të vazhdojnë kështu, do shkojmë tek penalltit, siç tha edhe Erioni. Jo, aq më shumë minuta që kalojnë, aq më shumë bie presioni. Se pastaj të dyja ekipet, të dy trajnerë... Sulmi më i mirë me mbrojtjen më të mirë, 19 gola shënuar Argentina, një gol shënuar Spanja. Vetëm një gol pra, vetëm një gol ka. Merita kryesore është komparate. Kam përshtypjen do të jetë edhe në momentin e pjesës dytë diferencë do bëjnë dhe ndrimet. Në moment që kush do të jetë ajo që do të japi më shumë freski dhe më shumë alternativa domon lojës, zgjidhje. Gjithmonë Spanja ka bërë që dy lojtarët e krahut shpeshherë ndron, domon për të dhënë shpejtësi, domon mbrojtësat për të dhënë një ritëm më të lartë. Po kështu dhe Argentina, domon për mua, me sa pa shumë pjesën e parë, domon me një futboll shumë pragmatist, jo për dalë në aventurë. Besoj se ndrimet do jenë ato pastaj që do të bëjnë. Si do ta zgjidhin trajnerët ndrimet, kohën kur do ta zgjidhin, sepse ajo është shumë e rëndësishme, domon. Ska vënë për gabime me ndrimet. 5 ndrime i vjet të jetë gjysmë e skuadrës. Meqense jemi këtu, si ka mundësi që Argentina është përmenda pak më parë, është ekipi që ka shënuar 90 gola dhe nuk arriti të krijojë raste në pjesën e parë. Çfarë ndodh? Unë sa e preka, rifitimi topit nga Spanja është shumë i shpejt. Nuk të letë që të mendosh në momentin e humbjes, dhe fresimu... Spanja nuk latë edhe Francën se la që shpionte rase. Që ka kualitete më shumë për të shohësh individual, se sa Argentina, nuk e latë të rindërtojë momentin e humbjes topit. Dhe kjo është një nga armët e forta që ka. Dhe po ta shikojmë ne, pandaj Spanja është shumë produktive në fazën e sulmit, sepse në moment që humb topin, është aty ajo në pressing për ta rimarrë. Dhe këtë ia vështirëson skuadrës të Argentinës për të ndërtuar dhe për të... Patush, a nuk të ishin ndoshta pak, jo më të mobilizuar, po nëse kemi parë edhe video gjatë këtij botrori, për shembull në ndeshjen si kanë hyrë skuadrat edhe Argentina, edhe Anglia, para se të futeshin me fushën e lojës, duke kënduar himnin, mos duhet ishin ndoshta pak më të përqendruar, apo këto janë mundësitë, sepse ju që keni luajtur futboll e kuptoni shumë mirë, cila është pjesa fizike, teknike, taktike dhe kundërshtari që ke përballë. Vilma, në këto nivele, si do ta këndosh himnin, si mos ta këndosh himnin, unë besoj që japin maksimumi dhe kjo është maksimumi për çdo person, për çdo individ. Nuk besoj që do dalit dikush dhe s'do këndoj mirë, apo ka kënduar shoku më shumë, dhe ai duhet luaj më shumë. Besoj që të gjitha ato janë barabartë. Ata me zor presin që trajneri të rras emrin, që të zbresim fush, apo të jem në 11-që, pastaj kur të zbresim fush, është çdo gjë e sheshuar në 120% maksimum. Më duhen pak, nuk e di janë dhe gabim, po sikur këta futbollistët e sotëm ose duke futur kjo ana taktike kaq shumë, sikur janë kthyer në një robot, po themi, sepse ata nuk e vënë atë shpirtin e tyre që ti edhe kur janë në dizavantazh prap ose edhe në avantazh siç ishte Anglia, prap vazhdonin të qëndronin skemave, nuk hidhen në aventura. Te pjesa Anglisë, unë besoj që është faj kryesor shkon për trajnerin. Po të shikosh që edhe mediat angleze dhe gjithë bota e ka kryqëzuar. Të kesh atë grup lojtarësh që ka mbrapa në stol, edhe ti pretendo që
të mundësh... Por pra, për këtë po thosha thonë, si ka mundësi, për shkakun që këta lojtarë janë, se ju keni qenë vetë lojtarë, domethënë nuk do të na aventurë vetë ose prandaj them unë apo prishen ekuilibrat e ekipit ose ti del edhe Gajer strategët ose trajnerët kur marrin emër bën zgjedhjen e dur dhe ti kur bën zgjedhjen e dur godet kundërshtarin. Dhe atëherë merr vlera trajneri edhe grupi lojtarëve që vinë nga stoli, që domethënë që këta të 11 që kanë zbritur do të thonë që ore ndeshjes tjetër ky trajneri bëri zgjedhjen e dur, mori X-in, mori filanin dhe shënoi dhe mori rezultate. Kjo është ajo zgjedhja taktike që trajnerët kanë. Bazuar shumë taktike. Po patjetër. Shohim, kemi humbur një numër 10 në pothuajse në të gjitha skuadrat, Po humb numrin 9 Salfin. Nuk po shohim. Sepse është komercial, tani të dy ekipet për Alandit. Na duke Alandi si ashtoksor. Ne kemi parë vetëm Alandin, më llogaritë një kampionat botror, çfarë edhe Herigin që është një 9 ka duke luajtur Amram. 9 edhe 10 jam dakord që mund të humbin, po kjo është finale me Aron Barcelona. Sigurisht është me Aron. Me lojtarë, po të shohim të gjithë ta që nga Jamali, Messi, Kubarsi, Fernan Torres, po. Një lojtar si Ronaldinho, ose që më Ronaldo fenomeni. Sepse nuk ke më, sepse edhe ata kanë ndryshuar mendim, si në stërvitje, por edhe në perceptimin e lojës, janë bë më evropian. Kjo ja unë bukurin ati Brazilit. Po në ekipin brazilian s'ke më trajner brazilian, edhe nuk ke më lojtarë të marrë nga rruga, ato ekipet zinxhir. Ka pasi Maradon, që e zhjithë situatën, ta që ka një Messi. Dhe atere ka fituar, duka pas të dy lojtarës. Më mirë një aty të Brazili, se sa Ancelotti në ktheu shumë brava. Tani ma komento pak të foton që përmenda pak më parë, besoj e ke parë gjatë gjithë ditës sot me këtyre ditëve në fakt lojtarët cilët janë arritur te Akademia e Barcelonës, dhe duket që është në fakt një finale me Aron Barcelona. Ka pasur dhe foto të tjera ku ishte Messi në qendër me fanellën e Argentinës dhe këta me fanellën e Barcelonës. Besoj që krenoheshin për një akademi të jashtëzakonshme. Kanë një brez të jashtëzakonshëm që mund të themi Guardiola apo trajneri aktual që e kanë shpikur këtë futboll. Që besojmë që kjo tikataka që po mbizotros sot, që ne themi po zhduket 9 dhe po zhduket 10 që nuk preshin futboll. Këta e prishin futbollin për ata që duan futboll të bukur, me vertikalizime, me kështu, por për ata që janë që i pëlqen futbolli teknik, më kënaqen me këtë Barcelona me pasime. Mbaro loja me gjytjen port. Kjo është e keqja që po humbet futbolli. Këta duan qarkullim topi, dhe njerë që godasin port, bje topin rjetë... Tani më falni që po ju ndërprese, kur po flasim për futbol teknik dhe futbol të bukur, harojmë pjesën e tregtisë, se futbolli nuk është më futbol që kur mbizotron çështja e pazareve. Ndeshja e djeshme e tregoi hapur fare këtë gjë. Nuk besoj se ma kundërshton njëri këtë gjë. 10 gola djesht. Ishte një skeme gjallë, kush merret me bastet. Dhe pastaj doja të përmendja, po flisnit çfarë për çështjen e sektorëve, mbrojtje sulm, kemi haru mes fushën, domethënë ka mes fushor me tipare mbrojtëse, ka mes fushor me tipare ofensive. Për shembull, Franca në një moment që ishte gabimi maksimal si nga ana e trajnerit, po nga ana e organizimit ishte shpartallimi mes fushës. Dhe pastaj në momentin që ti je në dizavantazh nuk mund të fusësh mbrojtës, ndron të fut mbrojtës në ndeshje. Është super gabim. Patush edhe Alpin besoj mbani mend ju Shenida ka prezantuar kompeticione europiane dy botrore kanë bërë. 2002 dhe 2010. Ka qenë prezantuese sportive, kështu që jemi okej për gjithë ata në fakt që pyesin ç'është kjo analizë. Jo, unë mbaj me shumë mirë. Okej. Mirë, ne në fakt do vjojmë flasim për botrorin dhe për këtë finale të madhe, por derisa minutat kalojnë, ndoshta kur të kaloj pari në avantazh, do doja të ndalesha pak te skuadrat shqiptare për të fituar kështu edhe pa kohë për atë që kanë dhënë në kompeticionet europiane, Egnatia, Dinamo, Vllaznia dhe Elbasani. Normalisht për ekipin e Egnatias Patush në farë mënyrë jep një shpresë më tepër, edhe duket kështu ndoshta edhe ekipi më i kompletuar, duke marrë parasysh atë se çfarë ka bërë në kampionatin shqiptar. Edhe ekipi kampion, sigurisht. Shiko Vilma, unë besoj që Egnatia është nga ato ekipe që me të vërtet është për të marrë shembull. Sepse çdo vit grupin e lojtarëve e konsolido, mba grupin aktual që është, përforco ato ku ai apo trajneri, drejtori teknik bashkë me presidentin që duan të marrin, dhe besoj është në rrugën e duhur. Tani është detyrim për Egnatin që duhet ta kalojë turrin. Nuk është më që ka kundërshtar dhe të presi që të eliminohet, sepse për hir të vërtetës, po të shikosh se si vinë gjatë gjithë vitit, ka 3 vjet, unë besoj që çdo president duhet shikoj presidentin Demrozi.
për mënyrën se si e ka bërë Egnatin. Është shembull sepse po të shikosh si në markato, si në drejtor, si në aspektin e pagesave, ana financiare, mënyra më korrekte që unë kam dëgjuar për pjesën e Shqipërisë, se kjo është domethënie shumë e madhe, se ekipet shqiptare lëngojnë ka ana financiare. Dhe besoj kjo pasqyrë duhet të jetë edhe turret e tjera, sepse Egnatia futbolli shqiptar dhe Egnatia duhet na përfaqësojnë shumë denjësisht. Duhet shkojmë diku tjetër. Duhet të rikthehemi te një Korçë e bukur, te një futboll i bukur që bënim. Mundësi tani janë sepse shpresat reale nuk është se t'japin koeficientin që të përballesh me ekipe shumë të forta. Po, edhe atëherë ka qenë presidenti Taka ai që udhishte Korçarat, siç është edhe sot në fakt. Por ka qenë një grup tjetër lojtarësh, ka qenë një ndoshta seriozitet tjetër, mënyrë tjetër. Kampionati pak më i fortë. Është edhe dënimi që ka marrë Sotebeu që nuk e motivon që ana financiare që ai të vazhdojë të mbajë një ekip superiore. Po, falë Skënderbeu. Po, okej, tani jo mbetemi te Egnatia për diskutuar. Por pjesa e lojtarëve atëherë me pjesën sot ndryshojnë nga vit në vit, nuk është çështje, por çështja është se si ti do t'i përzgjedhësh, se ti do ta funksionosh këtë grup lojtarësh apo këtë ekip, sepse nëse ti çmenduri e bën heq 12 dhe merr 13, unë besoj që nuk ke ekip. Siç bën Vllaznia, siç bën Tirana, siç bën Kampari. Ndoshta duhet parë dhe Egnatia dhe presidenti Ignatias në një presion kur të humbi kampionatin, ëh, se mos ndoshta dhe ai kthehet tek si president e tjerë, por që këtu dhe ne kanë ndosur që presidentët kanë fituar kampionatin dhe vitin tjetër e kanë ndruar ekipin gjithë. I ke gjithë presidentët e tjerë që kanë fituar kampionatin dhe vitin tjetër kanë bërë eksodin 13, hiq merr 15, se ne kemi këto tujt pa limit me kontinjer. Presin në Rinas ose në Port Durrësit dhe i kemi non-stop. Por si funksionon, ose si funksionon bota. Qofse ti do të kesh një lash, mund të themi që... Po, lërmëshmëri lojtarësh. Lojtarë, ore, nuk është problem, po të kesh lojtarë cilësor. Ne, se dhe Egnatia më duhet sikur se cili bën punën e vet. Nuk është lojtarë cilësorë, dhe ndrimi i shpeshtë, më thënë një merkato ka që lëvizshme dhe kjo do mëson vetë kampionatin, jo vetëm Egnatia. Egnatia për mendimin tim është 3 vjet kampione. Po pra, e përmenda, patjetër për Fajson. Pavarësisht të daljes me karton të kuq me 10 veta tonë, për mua kthimi ndaj Sinanit ishte shumë domethënës në ndeshjen e parë kur shpëtovi shumë pritje dhe u vu shumë herë në vështirësi. Atëherë, me këtë kontingjent lojtarësh që ka Egnatia, unë them dhe Mrozi ose gjithë stafi atje, duhet ndryshojnë mendim. Ku është ndryshimi i mendimit të futbollit sot është? Nuk duhet të vazhdojmë ne akoma me kontrata një vjeçare. Sidomos në lojtarë që ne janë të afirmuar dhe lojtarë që ti pret nga ata lojtarët. Do të ashesësh lojtarin, prapje e brenda kontratës, më shumë lek e më shumë të ardhur do i marrësh në klub se sa kur ai mbaron kontratën. Alpin, kjo është pjesa kryesore e menaxhimit. Do të heqim njëri për gjithmonë, sepse nuk mundet të bëjmë ekip ose nuk mund të marrim rezultate, qofse ne në vit për vit mundojmë Dinamo pavarësisht fitores është bërë thjesht 70% e rinovuar. Atëherë derisa kjo Dinamo të kolidohet me njëri tjetrin, ka mbaruar Europa. Nuk më duhet ty me dal kampion, se që mund të dalësh Egnatia kampion me lojtar që ka. Është gjëja kryesore që presidentët duhet bëjnë. Ne flasim për të Skënderbeun, por Skënderbeu ishim me kontrata, ishim 4-5 vjet lojtarë që luanin bashkë, domethënë ata e njihnin njëri tjetrin domethënë me symbol. Ishin dhe lojtarë të mirë, ishin dhe lojtarë të mirë cilësisht. Ne nuk po themi që Egnatia nuk ka lojtarë të mirë, se të marrim vizualisht. Kanë stabilitet se kontrata një vjeçare vetvejuta sjell. Vite që të lozim bashkë. Alpin, kjo është marrëdhënia që ti funksionon atëherë si klub. President, drejtor teknik dhe trajneri. Jo trajneri tjetë e mora sot ta heq mas 6 muajve. Jo grupi lojtarëve që ti marrë sot dhe ti heq mas një viti, mbaro sezoni. Kjo është ajo që drejtori teknik, presidenti dhe trajneri ka një plan, ka një projekt. Ose rruga që ku do shkojmë ne. Ose sakrifica që bën këta 33 javë. Që marrin këtë titull kampion. Tani vitin tjetër ne do marrim 16 apo do rrim me këmbë tokë, do përforcojmë atje kur duhemi, edhe është më shumë se një dekadë kjo histori. Po Brezion kishte një avantazh, sepse shumë ndryshe nuk kishim aq sa çkan këta për të shitur jashtë. Dhe nuk është se ne kishim domosdoshmë lëvizje shumë brenda për brenda. Ne më shumë e kishim domosdoshmë që ndryshohemi ekip brenda Shqipërisë domethënë dhe këtu ishin më të kufizuar edhe presidentët, dhe ti mund të funksionosh. Por sot që është një treg i hapur, ti nuk mund të funksionosh më me kontrata një vjeçare.
ti nuk mund të krijosh një strategji nesër të kesh një ekip të konkurrues. Po si jep siguri as lojtarit, se me kontratë 1 vjeçare dhe ai nuk është i motivuar për të maksimumin se në mes të sezonit nëse gjërat nuk motivuar vitja, te kenë mendjen te grupi apo do kenë mendjen për se do ngelen pa aq më shumë që ne bëjmë në kontratë në momentin e fundit. Ne urojmë mirë me shpirt që të bëhet ligji i sportit. Që këta president që merren me futbollin, që të kenë diçka. Ajo shumë e rëndësishme, patjetër se. Shikoj, ne kemi parë që mbaro sezoni flakën trajner. Flakën trajner muaj 3, muaj 4, muaj 5. Flakën lojtar s'ka i sindikat që i mbron, s'ka i gjë që i mbron. Jo, më sindikata është, po nuk ngre zërin. Ato janë thjesht emra. Janë thjesht emra, po nuk është që të funksionojnë. Sindikata është thjesht kukull si do federata, nuk ka sindikat. Sindikata të janë është do fushë, mos hapim tema që... Uroj me zemër që kërministri, kush janë pjesa tjetër e zgjidhjet, që të bëhet ky ligj sporti, që të shpëtojnë presidentin. E meritoj. Dhe unë them që kjo ishte një nga sfidat e Gnatias më të leta, duhet pa shorti se këtë arroj, kjo ishte një për mua që në Sara Shorti dhe në thashe Gnatia këtë duhet ta kaloj. Nëse kalon dhe celin e Slovenis, kalon automatikisht më pas në grupet e konferensit, që ka një tjetër ndeshje të rëndësishme. Erion, për këtë që po flisim fakt për pjesën e ndrimit lojtarve, edhe vetë si sportist, është pak më e vështirë dhe pse ju jeni në një disiplin tjetër, për është e vështirë momentin që ty të ndrohen partnerët apo shokët e skuadrës për një vit. Është shumë e vështirë sepse sporti është mekanizëm, duhet të funksionojnë të gjithë, domethënë kur ti e di se ke një lojtar që ke vite që luan, ti e di se ku si lëviz, ku shkon, ku del, dhe di e jep, domethënë pasën kur themi në herë si ja jep ai si njipe me njëri tjetrin, ne japim pasën me së mbyllur. Kështu në çdo sport, sa më shumë të kenë bashkë lojtarët me njëri tjetrin, sepse edhe trajneri duhet të rri me lojtarë shumë kohë, sepse edhe ai mënyrën se si punon me ta, i fut të gjithë në ingranazh, bëhet një ingranazh. Një ingranazh të mungoj, fillon dhe prishë çdo gjë. Faktikisht mua kjo situata e futbollit shqiptar, kampionatit shqiptar më ngjan shumë me vetë realitetin ose me tollovin politike, ekonomike, sociale, shoqërore, se shkojnë paralelisht. Për shembull, unë kap domethënë bisedën që nga koka, kur flasim për drejtues, flasim për drejtues klubi, për trajner, për drejtor teknik, a ka një klim midis tyre? Që këtu fillon pikpyetja. Pastaj kalojmë, a ka një situatë financiare të stabilizuar? Nuk e kemi. Në momentin që ti ke klube që kanë përsëri probleme me marrjen e pagesave, nuk mund të ketë një curi. Edhe bllokohet merkato, pastaj sezoni i ardhshëm fillon me 90% ekipeve shqiptare. Kam probleme. 1, 2 apo 3 ekipe. Pjesa tjetër është dyzuar që vit pas viti bllokohet merkato. Po e tregon vetë kush marrin dot lojtarë, se bllokon. Dhe këto janë çështje domethënë aq elementare që ne pastaj mund të diskutojmë ne për të kaluar në Kupat e Europës është absurde. Mungesa e stabilitetit në kontrata, mungesa e ligjit për sportin, çështja e statusit. Do zgjidh shumë probleme. Mungesa e sindikatave janë aq shumë pyetje sa një klub nuk mund të mbahet vetëm nga një sponsorizim ose i presidenta. Po që kur ti mendon kur ti mendon që po syren Kupat e Europës e ke të dështuar sezoni që vjen domethënë që kur ti e ke të thjesht fare, ti po nuk hyre çdo president, po flasim, nuk hyri në Kupat e Europës dhe nuk kalon një tur i bie që sezonin tjetër është shumë i sforcuar për të kryer investime. Dhe që kur ti e pret burimin kryesor të ardhurave nga Kupat e Europës, që aty ti e le të themi e ke filluar mbrapsht, se edhe në botë ekipet vërtet marrin të ardhur nga Champions League, por nuk e kanë, nuk zënë se të ardhur nga Champions League zënë pjesën më të madhe të ardhurave që klubi ka ose shpenzimeve. Kështu që çfarë presim nga Gnatia tani, edhe në ndeshjen e radhës me Celin e Slovenisë? Si e sheh? Mund ta kaloj me atë performancë që bëri në raundin e parë, po? Unë e pash Celin, unë nuk besoj që ka Celin më shumë se Gnatia. Unë e shikoj një ndeshje të barabartë. Por mos harrojmë, po të shikosh anën cilësore që ka Gnatia, Celja nuk e kishte. Celja kishte diçka tjetër që ana fizike, mbase do të çdoj pak Gnatia. Por unë besoj që me cilësitë që ka Gnatia, shpresoj që ta kaloj. Unë besoj që do e kaloj. Alpin, si e sheh Gnatia? Jo, unë e shoh me shumë bindje dhe me shumë autoritet, sepse vërtet është skuadër që ka kualitete. Vërtet është skuadër që ka grin për ta fituar sfidën, ka element që të zgjidhë situatën. Kështu që Ignatias nuk mungon cilësia,
besoj se dhe pregatitje fizike, se ne Vildete punon të kjo pjesë, besoj se dhe ajo do tjetë akoma dhe me prezente javën në vazhdim, sepse dhe ajo do i farkohe mbas fazë vrejtore për të rikuperuar dhe për të dhënë maksimumin lojtar, por kualitetet që ka, unë e shofë se do të eci më gjatë. Në qofë se Ignatia nuk do hysi inferiore me atë mentalitetin që ekip se fundit nuk është në një ekip në një... Po cili nga Slovenia... Slovenë është fundit. Kështu që qoftë ata hynë me mentalitetin për ta kaluar turin dhe janë përgatitur mirë nga ana psikologjike, besoj do t'ja arrinë. Vetëm Ignatia më duket pas ka shanse. Jo, do flasim për të tjerat, po mbyllim pak me Ignatia. Po kur luan Champions League dhe kalon të turin, hynë grupe dhe konferencës është... Mos hynë si inferior, sepse edhe aspekti psikologjik luan një rol shumë të rëndësishëm, varet se me çfarë mendje futen lojtarët në fushë, domethënë dhe me çfarë fryme grupi futen. Okej. Një pyetje kështu shkurt, po, nga ato pyetjet pak kështu si... Si me spet, po. A qëndron Dede nëse dështon në Europë? Besoj që po. Jo, unë besoj që po. Unë besoj që duhet të bëjë Demrozi gabim, do më thënë, që të ikit, do më se a i erdi momentet e fundit, për erdi për i projekt, fitoria e kampionatit, do më thënë, mund të shoqërohet edhe të Tovës, edhe në Vildetes. Kjo është sfida e ati tashi, që a i duhet të shikojë... Alpin, ja, edhe diçka tjetër. Në base nuk dim kushtet e kontratës, po në qoftë se është çfarë unë di nga Demrozi, apo çfarë unë di se si ai funksionon nga pjesa e klubit, unë besoj nuk është nga ata president që kalon aventurë, hiqe merë, besoj që do jetë në vili. Okej, mirë. Ne do të shkojmë në një hapësirë publicitare, ndeshja me Spanjën dhe Argentinën 0-0, minuta e 83, publicitet më pas do rikthehemi flasim për Dinamo. Mirë, jemi sërish në studio, duke folur pak për atë se çfarë bën skuadrat shqiptare në Europë, folëm për Dinamo, në cila ka një shans pozitiv më tej nëse të kalojë dhe celjen për të kualifikuar për në grupet e Ignatia e Conference League, dhe tani do të flasim për ekipin e Dinamos, që edhe ecuria e saj në një farë mënyre duket pozitive në ndeshjen që ka bërë me Asan. Si do e përkufizonim këto ndeshje që ka bërë ekipi Lirdajës, Patush? Shiko, kur ra shorti, unë besoja që Dinamo ishte pa fat. Se po ta shikosh në letër edhe përbërjen e ekipit, që kundërshtari Dinamos ishte, besoj. Por gjithsesi, futbolli na ka treguar kur ti mobilizohesh dhe jep maksimumin edhe kryen ato detyrat që trajnerit jep, ai kundërshtari sfumohet. Pam një Francën që u sfumua, që ne thoshim tigri, po pastaj tigri u bë tigër letër, se nuk kishte më tjetër. Dhe besoj që Dinamo bëri një paraqitje sidomos në ndeshja 2 të jashtëzakonshme. Nga ato që mund të themi për kartolin. Ndeshje për kartolin që mund të themi kisha vite pa e parë, sepse Dinamo ka qenë, mund të themi, ajo nëndecja që i mungon të kampionatit shqiptar, por unë besoj që trajneri Daja është në rrugën e dur dhe po i merr më të mirën kësaj Dinamo. E favorizoi pak shorti Dinamon, apo? Jo, për mua nga ekipet shqiptare, Dinamo ishte më pak e favorizuar. Më pak e favorizuar. Por duke pasur një trajner si Lirdaja, për mendimin tim në sfidën e dytë, përveç anës tekniko-taktike, ai ka punuar dhe psikologjikisht, sepse vetë rezultati 1-0 këtu, për Astanin, e bën që tjetë shumë më vështirë, do më thëmë, përveç udhëtimit, lëvizjeve, ndryshimit të klimaterik, kështu që plus që dhe ajo është një skuadër që është në kampionat dhe është shumë më përpara dhe me ritmin e gjitha. Kështu që plus dhe realizimi i golit, që i bitet të Dinamos të vështirësonte akoma edhe më shumë sfidën në 2-0 për ta kthyer, mas edhe nga njerë edhe fati është pjesë, sepse dalja me karton të kuq e lecovi akoma më shumë, jo vetëm skuadrës, por edhe mënyrës edhe anës psikologjike. Ne dim që Dinamo luan një futboll të bukur, luan një futboll me vertikalizime, por edhe futboll që bën presingun lart, mase kjo i ka dhënë më shumë mundësi, pavarësisht ndryshimit të skemës, se nuk e parapreferon 3-5-2-shin, por mase kjo i dha më shumë rezultat dhe ja bëri më të letë edhe mas daljes me karton, sepse skuadra pavarësisht do rreshtohej me një skemë
pak të lexueshme 4-4-1 dhe ja bëri më të lehtë Dajës, domethënë dhe për mbrapa vijën, por edhe për të qenë në fazën sulmuese. Dhe arrit ta barazoi dhe pasaj në shtesë që foli gjithmonë për Dinamon. Dhe kjo është një amë psikologjike dhe për sfidën tjetër që ka, besoj se me këtë fitore dhe me atë entuziasëm që ne e pam, e shoh që do ta ketë prapë më të lehtë për të kaluar turin. Dinamo lu me këta aluminin, që është alumin. Nuk besoj se dhe dhe vështirë për kërës, alumin është fundi fundit. Nuk është nëjë qelik që t'ishte i vështirë. Që kjo alumin edhe... Daja, dita punoj aluminin njërë, po dojë. Je format e dura. Je format e dura. Aluminin që t'fusi lojtarët e Dinamos për shnuar golat. Unë besoj që Dinamo me i trajnerë si qka Dajën arri rezultate gjithmonë surprizë. Në fakt, Daja mua më pëlqenë, sepse atë frymën e grupit gjithmonë e ka bërë që të evoluoj. Do më thonë, krahasuar me Dinamo që ka qenë para se të vinte Daja si trajner, ne shikojmë një diferencë të madhe. Por për mendimin tim në psikologjinë e Dinamos, ajo duhet të pak më ofensive në ndeshje, sepse ky mendoj është një çelës që do t'i japi shumë avantazh. Nuk mundet, se tash shkallë e vështirësisë vjen nga ndeshja ndeshje. Nuk mundet që të bëj gabimet e ndeshjes parë, të pësoj gola dhe të mundet 1-0 këtu dhe të pësoj dhe gola ati dhe pasaj ta ktheja. Sa vjen e këto gabime, duhet dalin në mësim, që të mësojnë sa më pak, dhe të realizojnë më shumë, në dhënë që ta kenë shumë merë më të letë sfidën. Bin Dinamo për të shkuar më tej, se neve ajo që na intereson fakt edhe që dëshirojmë që skuadrat tona të kalojnë sa më shumë ture tjetë e mundur. Edhe mos harrojmë që ka dhe një trajner i cili ne kemi cilësuar nga ata trajnerët ekspert të këtyre ndeshjeve. Tani, nëse kemi thënë që ka ekspert një ekip, ka Dinamo. Atëherë, unë besoj që kundërshtari Dinamos tani, unë besoj që ka fat Dinamo që ka këtë kundërshtar. Se po ta shikosh, edhe si ka ardhur vitin e kaluar dhe problemet që mbart vetë klubi, unë besoj që ka nikur shumë lojtarë dhe markatën dhe ka pas shumë të zbet. Dhe me thënë që është një plus për Dinamo. Uroj që Dinamo ta kaloj sepse i bën mirë futbollit, i bën mirë Dinamos, i bën mirë klubit, ana financiare ekipet shqiptare, sidomos Dinamo, edhe Gnada përmisohen. Edhe për në Evropë rritet koeficienti, në moment që sa më shumë kalon, do më thënë, koeficienti do më thënë është më pozitiv. Ajo që mua, do më thënë, vjen keq është vetëm që s'po e lën Dajën punojt me i grup që t'ja lën për një kohë gjatë atë grupin dhe ai ta punojë. Vit për vit fillojnë janë ndrojnë 2-3 lojtarë, jeqin... Këto janë kërkesat e Dajës, për kam përshtypjen. Nuk mundet janë ndrojnë... Daja ka luksin se ka një president jashtë kontrë. Do më thënë, sezonin që unë mbyll, Daja kërkoj mbrojtës, kërkoj dhe prapë... Shiko, unë besoj që ka një president që nuk i thot jo. Unë besoj që ka një president që është nga ta president që kur i ka thënë kemi lirë Dajën, pastaj vin tjerit dhe kemi këtu edhe 100 vjetë të arshëm. Dhe me thonë që ai ka besimin maksimal dhe ka pushtetin e durën në duar. Që thale gazdemi për Dajën, po në si viti i gjysë. Me gjitha të pak në Dinamo nuk ka bërë ndrime ose ka përcimet më dha se skuadrat e tjera. Dhe me thonë, i ka më të kufizuar lëvizjet në Mercato. Qikë pak më të minimizuar. Një pjesa jonë këtu besoj që njohim mirë lirë Dajën, nuk është nga ta të shmëndur që heqë 13 vjetë dhe pari 15 vjetë. E vërtet, Madja i ka të reguar që nga ata trajner që i ka marrë dhe nga ekipet që ka qënë. Lojtarët që... Nuk besoj që Lirë Daja kalon në aventurë dhe i thot presidenti që mi hiqë këta 15 vjetë që më gësillë se du të marrë një... Përveç grupit, a i ka marrë lojtarë ku e ka pasur më të nevojshme, domthonjë nga sezonin kaluar, ku ka pasur problematikat si skuadër. Sektorët që i ka gjykuar pak më të dobët. Okej, mirë. Elbasani dhe Vllaznia, dy skuadrat që në një farë mënyrë e zhgënjyen. Nisim Elbasani dhe pastaj Vllaznin. Shiko Vilma, të vjen keq... Ekipet që duhet kujtojmë që ishin pretendente serioze në këtë edicion në kampionatë për trofeun. Të vjen keq se si menaxhohet sepse ta prishësh grupin me duart e tuaj. Unë besoj që vetëm Vllaznia dhe Elbasani dhe nuk e bën kusht tjetër. Se të vjen keq sepse për një muaj që ti ke ndeshjen, që erdhi ndeshja, të largosh 13 apo 14 sportistë dhe të marrësh 12 apo 13 tjerë, unë besoj që është aventurë dhe çmenduri. Sepse nëse ti ke luajtur dhe ke ardhur deri këtu, te kjo pjesë, unë besoj që është ajo që duhet më së miri dhënë, sepse ti ana financiare që ti pretendon
të menaxhosh më së miri te kjo ndeshje që me zore presin në Europë, ti shgënjen. Ti shgënjen sepse lojtarët që ishin grupi kryesor i largove. More këta të rinjt, këta çdo kush dhe çdo trajner që ti të kesh duan kohën e dur se këta nuk adoptojnë dot dhe nuk u merr dot Po më ti të mirë. zëri këmba vend të paktën. Tani këmba vend do shikojmë se këta duan kohën e vet dhe nuk e se çfarë ti bësh se nuk ja merr dot më të mirën. Se nuk po marrim 10 leo mesa ne. Në Shqipëni vinë ata që... Tani me që e ke Leo Messi, po... Çfarë kanë ndodhur? Fernandes ka marrë karton të kuq. Fernandes. Portieri. Po. Ja, dhe mjofton nga regjia sigurisht edhe po e shohën këto momente. Kështu që jemi në minutën e 94 të ndeshjes, në sekondat e fundit. Mbase lodhja bën edhe atë dobësimin e veten sepse po të shikosh edhe Francën e lodhi shumë Spanja dhe kjo është pjesa kryesore e menaxhimit që ata bëjnë më së miri që të lodhen derisa të lodhin. Dhe të bëjnë një penalti pa dashje pastaj. Atë grindën dhe impulsin që kanë latinët nuk e mbajnë dot dhe besoj që është ndërshkuar me karton të kuq. Po, jo, okej, se normalisht do një vetëm pa tjetër me ndeshjen. Për çfarë pritësha nga Elbasani, të vjen keq sepse u zgënjëm, pavarësisht se penaltit është çështje fati pastaj që është nuk ë, por të vjen keq sepse ti mundohesh që të japësh më të mirën dhe të marrësh më të mirën. Është minus për Elbasanin. Sigurisht ishin të dyja skuadrat që pretendonin për dalë kampion dhe ishin të dyja skuadrat që bën një kampionat mjaft mirë. Nuk duhet të heqë asnjë presje nga ato të patushit, pavarësisht unë do ta quaj më zhgënjyse Vllaznin se sa Elbasanin, sepse në fundja futbolli përmban të gjitha episodet edhe të gjithë minutazhin e dur dhe penaltit pasaj është një fat. Dhe gjithmonë është një rulet ruse që kemi thënë që mbase nuk i buzëqeshi Elbasanit. Kurse pjesa tjetër pasaj për Vllaznin, ne këtu kemi qenë që në ndeshjet e fundit, problematikën, bile ne kemi pas në studio një lidhje direkt kur shpesher na u dhanë disa problematika me parkesat, me këto që... Kështu që këto më ngrenë pikpyetje, do më thënë, dhe rezultati, mënyrën se si u mund, mënyrën e golave, kjo më bënd që të lesh një je jo të mirë dhe një je dyshimi të kjo skuadër. Alpin, ka diçka, te Vllaznia është një paradoks i jashtëzakonshëm. Tani ti arrim bëj grup të mirë lojtarësh që unë besoj që vjetë meriton të diçka më shumë. Se ti jesh në vend parë 33 javë dhe ta humbësh kampionatin se do, ata e kanë humbur kampionatin se donin vetë. Se po të fitonin 2 ndeshjet e fundit ishim prap kampion Alpin. Gjithsesi ishte zgjedhja e presidentit dhe atyre që drejtojnë atë pjesë. Por ti bërë një grup shumë të mirë lojtarësh. Ne, këtë e diskutuar me tushë. Ti mbaro kampionatin me Dinamon, do të thotë që trafë me Egnatien, nuk do të thotë që të rifje me Elbasanin. Sepse ti me Egnatien dhe barazim të dilje, fitoje me Elbasanin ti e kështë të marrë kampionatin. Sepse ishe me pikë barabartë, po kështë rafur në shetë direkt. Përveç atyre ishin dhe toleritën që bën 2-3 javë dhe funi parës dhe të kaloni ke ajo Final Four-i, që pasaj... Edhe kjo vazhdimësi vazhdonë. Problemit e futbollit shqiptar është si Vllaznia, ashtu edhe gjithë tjerat, nuk mahet një shtëpi me miell ua Alpin. Sa do të që ti mund të rënkosh dhe mund të bësh lëvizje të marrësh 10 apo 8 Alpin, ana financiare dhe është baza kryesore e një ekipi, e një klubi në futbol. Më shtrejnë do t'i shkoj, tha. Ajo thot, nuk jam unë i pasur, tha, që të ble e lirë. Gjën e lirë. Shu që... Dhe ajo, moment që ti bën këtë lëvizje, ti kujto se do të kushtoj më pak, dhe ai lojtar që do të vitë me kosë, dhe ai lojtar që do të... Po kjo është problemi. Ato që ke dhe kryon grupin dhe mund të afitosh neshjen shumë herë më kollaj kampionatin, kur e ke këtë grup, se sa ti e prish të grup dhe nuk e ke, prape ke me pikpyetje, a do arish apo jo? Vjen keq. A kishe pritshmëri më të mëdha për të skuadra se tani vërtet? Duke parë kampionatin, 4 skuadrat e para, ne pretendojmë që diferenca ka qenë pak e vogël, pra nëse e shohim kështu kampionatin, atë që ta dhe Alpini. Vllaznia dhe Elbasani kanë qenë 2 ekipe që gjithë kampionati kanë bërë lojë shumë bukur. Absolutisht, pretendente serioze. Edhe kur filloi Final Four-i, të dyja ishin ekipe që prisin, edhe si u do, domethënë si ra, po thosë pjesa e shortit, pritej që ne të shikonim një finale Vllaznia Elbasani se kush ta fitonte trofeun, por ja që dodhi e kundërta. Kështu që dhe pastaj vjen ana emocionale e presidentëve që janë të padurueshëm dhe normalisht
Si puna atyre njerëzve që shkarkojnë gjysmën e njerëzve për të marrë të tjerë, se ndoshta mund ta bëjnë punën më mirë. Sa mësohet ai njeriu me vendet e punës, nuk mendojmë pasojat në vazhdim. Po, me gjithë problemet faktikisht i folëm, ashtu tepër për Vllaznin dhe për Elbasanin, ndonjëherë është dhe si një formë hakmarrje kjo pjesa e finales, se ta humbas është 2 javë të fundit, domethënë është fatkeqësi dhe ndonjëherë dhe kur trajnerët tregojnë më futuristë se ç'duhet, bëjnë eksperimente në javë të fundit. Si e ke parë? 2 javë të fundit e mundi Vllaznin Flamurtari edhe Ballshi, që po binin nga kategoria. Si e ke parë kampionatin? Apo toleruan ato të dyja? Tuan ato të dyja, e brenda në Shkodër. Këtë sezon, me thënë të drejtën, këtë sezon kampionatin e kam parë me një hije dyshime, domethënë më ka ikur e kënaqësia e sezoneve të kaluara. Gjë e mirë që rikonfirmon Ignatia veten e vetë, nuk e dia do të vazhdoj ta mbaj. Stadiumet më të boshatisura, ndeshjet janë në cilësi shumë të madhe. Pastaj për mos bëj atë krahasimin, se kur e shikoja futbollin kur isha fëmijë që ka qenë totalisht një frym tjetër, domethënë ishte fest në familje kur shikoja futboll ditën e shtunë dhe diel, ndërkohë që është dëzhdukur ajo periudhë. Gjitha vin bashkë, mos shkuaj shumë se deri në 2006 keni qenë kampion apo edhe 2007? Deri në 2009. Deri në 2009. Kam qenë skuadra ime e puna e ekipeve që duhet 6 muaj. Duhet gjithë faza e parë Vilma të mësosh emrat lojtarëve të rinj që të vinë ekip. Tek ekipi zemrës. Pastaj fillon faza e dytë, të ikën nga 4-5 nga këta duhet të mësosh emrat atyre 4-5 tjerëve që vinë. Vitin tjetër sa mësove ti emra. Ja, fjallë e vërtet. Sa i mësove ti emrat këtyre? Ka problem. Sa i mësove ti emrat këtyre, iku çdo gjë. Okej, mirë, s'ka gjë. Të kujtojmë tani që ndeshja po shkon në shtesë mes Spanjës edhe Argentinës. Do të flasim pak edhe për ekipin e Vllaznin, por është momenti i publicitetit. Më njoftojnë nga regjia dhe më pas jemi sërish në studio. Jemi sërish në Studio Sport për vijuar diskutimin tani më me ekipin e Vllaznis, një nga 4 ekipet që luajtin në Europë, por që fatkeqësisht zhgënjeu. Vllaznia çfarë shihet të la, Patush? Sidomos ato 5 golet aty, edhe të lagjat po t'i kisha marrë 11, unë besoj që do performoshin shumë më mirë. Por kjo është ajo që thash. Kur ti ke ekipin e mirë, ke grup lojtarësh të mirë, bëre një sezon të mirë, besoj që duhet ishin në vend pikat mbi, se trajneri Martini është, presidenti është, drejtori Sinani është, ku çalon të ekipi, ose ku deshëm net që ta arnonim këtë ekip, ishin ullë dhe ishin gjetur. Sa mbaroj sezoni, largohet Kallaku, largohet portieri, largohet Braziliani, largohet pjesa më e madhe, dhe më thënë diçka nuk funksionode. Nuk funksionode sepse unë bajmënd që kur kishtë atë ngërqin në bas vitit 3, unë besoj që kishin problemet në dhaja anës financiare. Dhe besoj kjo ishte çelësi kryesor që Vllaznia pate një shpërbërje ekipi. Ka ndikuar kjo, e kapim këtu Alpin, apo mendon që ka arsye tjera? Pak e preka, do më thënë, e lidha dhe me live-në që folëm, kur a i Shkodran dhe nëzori problematikat e Shkodrës, do më thënë, dhe një nga kjo ishte arsyeja që unë i veta që i pikat mi, do më thënë që Vllaznia nuk doli kampion. Jo se gjithmonë ja kemi vënë fajnë një Vllaznia moment që nuk del kampion, nga mendje mallësia, sepse një pjesë e madhe e Shkodrës e ka këtë pjesë kur është mirë dhe atëherë pritet që ajo të jetë e kundërta, por në këtë situatë që ne jemi, problematikat financiare, problematikat e skuadrës, largimet e atë, plus, Malçeva ka një trajner që Vllaznin e njeh shumë mirë. Kështu që në këtë pjesë kur trajneri e njeh shumë mirë skuadrën, e ka më të kollajt për të ndërtuar skemën për ta goditur te pikat e dobta të Vllaznisë. Por njëkohësisht, unë duhet të them edhe diçka tjetër, që Kosova është shumë herë më përpara me disiplinën, me përgjegjësinë e skuadrës. Pse duhet çalojmë ende këtune? Se unë këtë nuk arrit ta kuptoj. Çalojmë sepse 2026 ne çalojmë akoma në gjërat që në fakt në sport duhet të jenë primare. Ne e para Kosova e ka ligjin e sportit. Po, atë po, e ka. Dhe përveç një personi që mund ta ketë
sponsorizues, mund të ketë shumë sponsorizues të tjerë dhe ja bën shumë më të lehtë. Mund të ketë i bord drejtues që ne nuk e kemi, ne mund të javem emrin bord drejtues, por është vetëm një dhe vendimet e mirë. Kur atje mund të ketë shumë mendime dhe shumë mendime e bëjnë një më të pjekur se sa një mendim i vetëm për të arritur dhe momentin që këte anën financiare, ti mund të marrësh lojtar cilësor, mund të marrësh trajner cilësor, mund të kesh kërkesë përgjegjësie për dalë dhe mund të garosh. Dhe kjo e bën seriozitetin e një skuadër. Nuk e bën seriozitetin e një skuadër vetëm grupi. E bën vazhdimësia. Këtu e 35 vjet në akoma nuk jemi deri te Kosova. Jo që dalim Maqedoni. Dalim të vendet e tjera të rajonit. Po, e qartë. Tani llogarit ne nuk kemi një gjë që ne nuk kemi akoma një listë sporti. Këtu e 35 vjet. Domethënë që lëngojmë që këta sportistë, si koha ime, që pjesa më e madhe po ta premtojë, që s'kan edhe siguracione. 99% po ta pjesa më e madhe e këtyne figurojnë me letër Bakalli, me ato rrogat qesharake bashkie, me rroga bashkie që i çën federat, edhe pjesën tjetër nxesë. Kishe diçka këtu? Jo, nuk e di, në këtë situatë që është vllaznia, bravo i qoftë që ka akoma tifoz. Vllaznia si Anglia. Nuk e braktisin asnjëherë. Kjo është një gjë e mirë, e vetmja e mirë. Vllaznia është njësoj si Anglia, çdo ku bote është it's coming home, edhe ata janë gjithmonë me prishmëri do dalim kampion, edhe Anglia, po dolëm një lloj në vend 3 të dyja këtë sezon, këtë vit, kështu që tifozët e Vllaznis janë të mirë dhe janë vërtet shumë të ndjeshëm ndaj futbollit. Mbështesin. Por skuadra nuk po i jep atë kënaqësinë që ata duan, edhe tifozëve të Vllaznis. Ata din ta festojnë bukur gjithë titullin. Unë besoj është ekipi në radhë parë, pastaj vinë gjërat e tjera dhe familja besoj. Ato janë nga ata që thonë më mirë me mhek lëkurën se me mhek fanellën. Të vjen keq pse lëngon Vllaznia për ata tifozë që ka, të vjen keq. Nuk doli. Do të fitoj Vllaznia në kampionat, ti kënaqesh vetëm nga pamja që mund të shikosh qytetin e Shkodrës sa festë bëhet. Unë e kam përjetuar kampionatin kur e kam fituar për herë të parë në jetë time me Vllaznin. Kemi pas një president ne tani është në botën tjetër, na shikon nga lartë, unë besoj që ai burri mungon Shkodrës. Miftar Çela i mungon, apo nuk doli një si ai burr që të marrë në dorë dhe frenat e asaj Vllaznie. Ai dashuronte atë gjë. Po duhet ta duash sportin, nuk të duhet jetë të menaxherit. Për çfarë ata tifozë duan, që kishte vizion për futbollin, pavarësisht që ishte nga malësia e madhe, i vetmi që kishte vizion. Pse? Nuk mund të thuash ti, ai kishte mendimin parimin që të fitoj kampionatin. Kush është Tirana është kampione? Po. Si do ta marr kampionin? Duke i marrë lojtarët. Do pso kundërshtarin është gjë më e mirë. Atëherë ishte që u ngrit edhe pjaca e lojtarëve dhe në pagesë, dhe në kualitet, dhe në cilësi. Pse? Që ta marrësh nga Tirana atë, nuk do të thotë që ai do vi për më pak lekë, po do vi për më shumë lekë. Dhe kjo është investim. Dhe ky investim do të kthehet në moment që ti krijon grupin. Dhe merrte lojtarët që ishin më punëtor, lojtarët që ishin përgatitur të mirë fizike. Ishte studiues i mirë, studionte, dinte. Jo për momental. Ai të marrën nga emri se duhet ta marr. Dhe ai lojtar që vit duhet i përshtatet Vllaznis. Dhe ai lojtar që do vinë te Tirana më përpara. Po bënte një strategji afatgjat ky zotria, ndërkohë që sot ne po flasim, për çfarë po flasim deri tani? Po luajmë sot për sot, po mendojmë sot për sot, maksimumi një vit, një sezon. Në qoftë se ti sarin rezultati është katron gjithë gjën që ke ndërtuar. Nuk është vetëm në fund sezonit. Këtu fillojnë që ke muaj e dytë. Po. Që ke muaj e dytë largohet trajneri, që ke muaj e dytë prishet grupi lojtarëve, që ke muaj e tretë fillo kriza financiare. Mua më kujtohet me shumë nostalgji, stadiumi Shkodrës u bë i pari, madje të ndeshjet ndërkombëtare kur luheshin ishte brigeni trajneri kombëtarës, luheshin në stadiumin e Shkodrës. Kemi shkuj, kemi ndjek. Para kaq vitesh. Okej, mirë. Ky ishte diskutimi sa i takon kampionatit shqiptar dhe rikthehemi sërish flasim pak për botrorin, është duke u luajtur shtesa në këto momente finales së madhe në Amerikë mes Argentinës edhe Spanjës 0-0. Mos ndodhi diçka sepse unë dëgjoj zëra. Okej.
Më thonë që Spanja ka shënuar gol, por ndoshta duhet të konfirmohet nga vari, kështu që se këtë po thoja unë personalisht. Kjo Vilma nuk diskutohet. Sigur golit ishte edhe më i rregull, do që do ta shikoj një në var, ata do ta shikojnë. Se gjithë kampionat për Argentinën kisha menduar që kjo ndeshje do të shkonte në shtesë. Nico Williams ka. Pas publicitetit dashëm që për arbitrimin se këtë botror ka qenë. Edhe unë Vilma nuk e kisha menduar që Argentina do merrte karton të kuq të botror, por ja që e mori. E mori, po është dëmtuar edhe portieri, më thon nga regjia, por gjyqtari është ende duke marrë vendimin. Mos e kanë vrarë projektorët portierin? Tani nuk e dim, ato do i shohim kur të mbarojmë emisionin. Vinçi është gjyqtari, Zlatko Vinçi, besoj e pat sa emocionuar ishte në momentin që ju dha njoftimi që do të mbante finalen e Kupës Botës. Autoritar në fush, mori vendimet e drejta. Në pjesë parë gaboj jashtëzakonisht shumë. Në pjesë parë unë besoja që është i njëjti arbitër që pas me Zvicrën, po i njëjti arbitër që pas me Egyptin, si lojën e ashpër. Tani në qoftë se ky arbitër... Apatush, për kur qarës e ti për lojën e ashpër, që oke luti ashpër, ose... Ajo ishte Gjo Patushi të lojë, është ki që ka gjitha të ashpër për të tjetë. Me që e kështë mundjen të portieri, iku goli, për faun dhe i portieri. Kështu më thonë se... Duket se si goli Kroacisë, në sekundë fundit. Do të shofim dhe penaltit, edhe si botrorin që kaloj do shkoj me penalti. Besoj se Spanja vjen nga Evropiani, kjo vjen nga botrori, të dyja me titullit të shojnë kush do ta marri, o do shkoj me 2 kupa, o do bëj 4 trofe, do më thonë, e do shkojt Gjermanisë edhe Italisë. Zotria sot ishte si gjitha arbitrat. Si do të mbajnë në 10 lojtarë të shojmë? Trofejnë Brazilit për Brazil. Po nuk e dim si do japi dhe Trumpi Spanjës trofeun, se Trumpi nuk shkon as me kryeministrin e Spanjës, kështu që janë shumë probleme. Politika është e tmerrshme. Fillon konspiracionet. Okej. Mirë, me qënë se vijon luet ndeshja e një tani, unë dua të marrë mendim të personalisht si e ke shijuar këtë Kupë Bote, si e ke përjetuar, se mua më ka ardhur pak çuditshëm për oraret e ndeshjeve, nuk kam mësuar në fakt që të shoh një kompeticion në dritë dielli, le të themi, si mësuar oraret e vona, dritat e ndeshjeve, paktën për Europën është përjetuar disi ndryshe. Dgjoj, faktikisht ka pas një ndryshim orar, se duke marrë parasysh ndeshjet në grupe kanë qenë më të theksuara oraret. Fillon të ora 12, 2:30, 5:30, 7 maksimumi. Pastaj filloi u zbut nga çik. Po mund të them që SBA-ja është treguar pak egoiste lidhur me përcaktimin e orareve. Dhe dikur ka qenë ora 3, 6 dhe në dëm të futbollistëve që ju takon të luajnë orare të tmerrshme, sa është detyruar FIFA ka marrë vendim për hydration break, duke parashikuar këtë gjë. Ajo është dhe komerciale ka përshtypjen, është dhe pa komerciale, me pjesën e shumicës skuadrave që janë skuadra europiane, domethënë është për mua është egoizëm i gjallë. Pastaj mos flasim tek vendimet të tjera që janë bërë dhe me telefon nga anë e Trumpit, po kjo është diskutim tjetër. Unë ato ndeshje që kam dash, i kam pa dhe në 2:30 mëngjesit dhe në 3 mëngjesit i kam pa. Më pëlqen, kampionatin na e dyshove. Ky ka qenë futbolli i full teknologjisë, në çdo telefona, vari, anullime. Edhe arbitrimi për mendimin tim. Arbitrimi për mendimin tim ka qenë shumë i diskutueshëm dhe arbitrimi. Unë nëse bëj një paralelizëm midis 2002-shit që ishte Kolina dhe me arbitrimin e këtij as krahasohen Kolina i zgjedha. Domethënë arbitrimi përderisa është arritur, ka kaluar në 4 arbitra, është fut dhe vari dhe prap arbitri nuk është në gjendje të marrë një vendim, pse deri dje merr vendimin. Gjithçka është lidhet edhe me shijuar më shumë nga mënyra si ka luajtur futbolli ka dhënë më tepër kënaqësi. Për shembull ka qenë Kroacia, ka qenë Spanja, ka qenë Franca. Kam qarë kur ka humbur Kroacia. Domethënë i është bërë një padrejtësi Kroacisë edhe disa skuadrave të tjera se ky botror në fakt ka pasur për hir të vërtetës jo me një, po me 4-5 skuadra surprizë të cilat mund të ishin në këto lloj fazash, edhe në të 16-ën dhe në 8-shë mund të ishin. Po ja që nuk janë, sepse... Kepi Gjelbër, për shembull. Dëgjoj, Kepi Gjelbër, Egjipti, Maroku ka qenë jashtëzakonshëm. Domethënë, kam përshtypjen që kur të mbaroj botrori FIFA, mbas 2 muaj do t'i kërkoj falje disa prej skuadrave, siç ka bërë me Gjermaninë para vitesh, e me ca pavarësisht se rezultati nuk ndryshon. To faljet kështu.
Janë kot, larje goje. Ashtu janë të papara da, ashtu. Si flet rufe. Nga të shumë për sfalme, kërkojnë ata Unë me të drejtën i kam shijuar ndeshjen një çik dhimbje zemre se më hiku Brazili, po duke qenë gjithmonë qefilie futbollit. Aty s'pati pa drejtësi të paktën. E Brazili kur iku nuk pati pa drejtësi. Pa drejtësi kishin me veten e vet ata. Jo, dëgjoj, nuk po them. Unë jam shumë objektive. Ajo që mua bën përshtypje është që nëse Argentina, që me gjasat nuk ka për ta fituar këtë botror, do fitoj botrorin, do jetë një nga fituesit më të urryer dhe më të diskutuar të këtij botrorëve. Domethënë jo se s'ka qenë. Tani Erion nëse do ta fitoj, po e urryer sepse Kroacia dhe ta kthesh 3-2. Po sa faula me Egjiptin. Me Egjiptin. Po duhet të kishte dhënë faula atje, po ti sa deri tani Argentina në 105 minuta lojë nuk ka asnjë gjujtje në portë. Edhe jashtë portës. Po s'ka për të bëmë, vetëm të penaltit të shikohet do t'i bëj 5 të penaltit. Në qoftë se do fitoj botrorin, do quhet ekipi pa në penaltit në fakt e drejtë është duhet të presim se ndoshta penaltit. Ndoshta penaltit dhe nuk gjuhet fare. Kush i finalizon sepse shikoj kemi të bëjmë jo me një, po me disa raste kur skuadra nuk ka qenë aq ofensive, po aq raste sa ka gjujt në portë i ka ekzekutu. Brazili gjujti pa fund port, 2 raste bëri Norvegjia i futi brenda. Domethënë po ta kapim në këtë prizëm diskutimin në fituesi nuk gjykohet. Se më kujtove edhe Norvegjin, po lojtari që Argentina ka përqenë një fituesi do gjykohet. Që ka pëlqyer më shumë në fushën e lojës. Mua me thënë të drejtën Viniciusi më ka pëlqyer, por nuk mund të lodh lojtarët francezë. Tash se ishte edhe në Haaland, Mbappé, ku diun, Olise, Dembélé, se di. Lojtarët francezë më ka pëlqyer dhe kapiteni anglis. Okej. Një kam të kjo që... Skuadra që të ka krashur më shumë pavarësisht tifozlikut. Pra, e lëm më mënjanë në Gjermanin dhe ekipi që ti kur e ke parë ke thënë okej çfarë futbolli. Se kam pas një ekip për shumë Franca ka qenë... Franca pra ka qenë mirë, deri momentin që u çuditëm të gjithë. Deri momentin që erdhën ta spanjollët që ta duheshin sigurisht s'kishin gjë interesante. Spanja kur e nisi më falni, në sybet e nisi. Çfarë prisnim neve ndeshje 2 ndeshje të para e kishte të tmeshme. Ajo, domethënë Franca ishte ekipi që më pëlqeu mënyrën si luante dhe ishte ekipi që më zhgënjeu më shumë nga të gjithë ekipet e tjera. Dhe nga Hollanda kisha përshërim, falë që të presë. Po, nga që janë eliminuar herë Hollanda me Gjermaninë edhe Hollanda dhe këto. Ne kemi këto 4 fundit se këto që si dim parë që kanë qenë. Që kemi te arbitrimi. Spanja të vjen me një penalti që nuk i është dhënë Belgjikës. Po ta kemi, ishin 1-1 dhe shkonte 2-1, nuk e din do bësh apo jo. Po Arman, e vetëmja problematik ishte vari hynë për një korne dhe nuk hynë kur është prekja me dorë. Po Arman se hyri për fijet e flokut të golin e Kroacis që ishte flagrant të fare. Po e njëjta gjë. Kur ti bën me teknologji gabime, tu tregon është me dashje, sepse nuk mund të gabosh edhe nuk mund të ashtu, se ato i shikojnë me qetësi, i shojnë edhe nuk do të ndryjnë. Ky problemi mos ndryrjes, edhe te vari, unë them që duhet ketë një farë standardi, o do jenë gjithë prekjet në zonë, që dora nuk është... Po ky standardi po e lot gjithë botën se... Unë them, do vi moment që këto do... Duhet këthejemi në epokën e dikurshme, do marri fund kjo gjë, dhe do të ashojnë vetë nevojshme të këthejemi ku kemi qënë. Nuk besoj, nuk besoj, edhe për disa kohë jo... Sepse futbolli është bërë shumë i shpejt dhe gabimet kanë qenë shumë herë më të dukshme. Vërtet, vari ka rregulluar shumë, dhe duhet rregulloj. Po duhet vetëm me ca standarde, Jo, të interpretohet njësoj. Ky është standardi, të interpretohet njësoj. Kroacia të interpretohet njësoj. Spanja dhe Argentina. Edhe Egypti gjithashtu pati pretendon. Me kukuren në Europian. Me Gjermanin dora hapur, se pa fare në varta, hajde vazhdojmë luajmë. Nëse do që të kemi 2 standarde, unë besoj që të vjen keq, sepse po të shikosh si ka ardhur Argentina deri në finale, çdo ekip i është ankuar. Për mua, e vetëmi që merri dorën, që ka ardhur me merit, do më thënë, për mua do ishte Franca. Po varësisht, iq vetëm ndeshjen me Paraguajn, që nuk ishte në atë vetëm nga loje forte, agresive që ne e përmendëm këtu, dhe ndeshjen me Spanjën, unë nuk e pash Francën të ishte në asë 90 minutë, blokoj Bampen, blokoj 2 lojtarët e Kraut, që ata kishin ndërtuar skuadrë. Kjo ishte merit e Spanjës, mase nuk e di, masa ishte zgjimi i Spanjës që ne e pa me këto problematikat gjatë rrugës, si që kemi pa dhe Argentinën do në gjatë rrugës. Botrori këtë ka të punë, momentin që ti ka lon ke ndeshje teke, po të kapin ditën e keqe,
E qartë. Kush ishte skuadra që shgënjeu më shumë? 1, 2, nuk e di. Brazili. Brazili që... Totalisht. Brazili që në fillim, që në përbërje, që unë e pash listën e ekipeve, ishte shgënjimi madh. I te mase e ekipi plagur, besoj, Ancelotti besoj të garda vjetër, po garda vjetër më shumë ecnin në fushë se sa vraponin, ky ishte shgënjimi më i madh. Atëherë shgënjimi më i madh ishin 2 gjysmëfinalet, Vilma. Anglia-Franca, aty jam shgënjur te mase. Sidomos të Anglia, të trajnerit Tuchel, unë besoj që e adhuroj ndeshjen Argentinës, a e adhuroj ndeshjen, sepse... Po, shumë kritika ka pasur për të në fakt, me njëherë, gjithë mediat, kritikët, specialistët e pikërisht pra, për mënyrën se si e bëri që unë bërhoqën komplet. Asnjëherë në historinë e futbollit Anglia nuk ka ditur që të vendoset mbrapa. Dhe asaj herë është që në thojza ka parkuar autobusin, është ndërshkuar. Dhe ta bësh në minutë 60 është akoma më... Po sa i takon këti dualitetit, le temi tani më prej vitesh e epoka që merr fund mes Messit edhe Ronaldo, Senida, si e ke parë? Unë jam për Messin, po t'i vënë, edhe pse disiplina e Cristiano Ronaldos më ka pëlqyer gjithmonë. Domethënë është ai njëri që ato që do e merr me inat. Me inat duke ngritur inat me veten. Domethënë, po ama Messi është më nivel më lart për mendimin tim. E ka akoma atë shpirtin futbollistik që e kanë amerikano-jugorët, ndërkohë që Ronaldo është një tjetër profili. Po, atë që skuadra punon e gjitha për Messin dhe për Ronaldo nuk rezultoi kështu. Atëherë, me që më dole në shteg, të dyja skuadrat punojnë për këto dy emra, por frymën e grupit që ka Messi nuk e ka Ronaldo. Okej, Erion. Unë më vjen keq vetëm një gjë për Cristiano Ronaldo, sepse është lojtari i cili i dha një emër, jo se Portugalia nuk ka pas emër, po ai është ai i cili e ngriti Portugalinë edhe 10 shkallë më shumë se Portugalia ka qenë. Dhe në momentin që ky lojtar kishte nevojë për si në botrorin e kaluar, si në këtë botror, për lojtarët për ta ndihmuar, siç bëjnë ata garda e Republikës së Argentinës që mbro Messin në fushë, kishte edhe Ronaldo nevojë. Por Ronaldo ka një tufë me kalamaj të cilët e kanë pasur idhull, dhe një tufë me kalamajt, unë i thënë kalamajt e qelbër duke filluar nga Bruno Fernandes dhe ke Vitinha, ke tjetri, që ata kanë për ta parë veten e tyre pa Ronaldo në fushë, pavarësisht se shumë njerëz thonë që kanë për të bërë shumë më mirë, po s'kan për të bërë më mirë, sepse Ronaldo është Ronaldo. Po më dëgjoj, më fal, vetëm mund të shtoj diçka. Ronaldo është Ronaldo, po ama frymën e grupit që ka krijuar Messi bën dhe asist. Golin e para Ronaldo nuk e punon për të tjerë. Sepse Ronaldo ka një lloj tjetër gjë. Po nëse ti luan, janë dy gjëra të kunda. Nëse ekipi i Portugalisë me ato talente që ka, me ato lojtarë të mirë që ka, do punonin për Ronaldo topin ta shtyn në port, ta fut brenda në rrjet. Dhe Ronaldo në këtë moshë ishte me këtë ngadalësi që kishte, prap Ronaldo dy vetat i vante. Nuk ka ditur sepse e gjykojnë dhe negativisht. Edhe po ta shikosh, ka vite që grupi Bruno Fernandes, Vitinhas, kjo është problemi. Janë kundër Ronaldos. Është diçka shumë egoizëm. Një ushtri që i përgjigjet Messit dhe një grup, unë i quaj një grup adoleshentesh ose fëmijë të qinj që nuk i përgjigjen Portugalisë, jo Ronaldo. Ne nuk e dim çfarë klime krijon në grup. Janë në fund të karrierës dhe e mbyllin. Për mua Messi do ta mbyll shumë herë më mirë sepse është në finale dhe po mori botrorin, i shkon edhe akoma do hyn çik në histori. Por do i mungojnë futbollit për shumë vitesh, sepse nuk do të kemi më Si kjo dysha Alpin do duhet dhe 100 vjetë të shtrikojmë. Nuk besoj se do na vim. Jo, ne do të jemi të kënaqur që kemi jetuar në epokën e këtyre. Jemi me fat që e parë këta të dy. Pavarësisht që janë të dy struktura të ndryshme, njëri i punës dhe tjetri i talentit që bashkëpunojnë dhe për mua po ti kishin të dy, ato do ishin Jo, unë them, më gjej një dyshe tjetër që do t'jen si këta dhe në afatgjat, se ti mund gjesh një dyshe për 2 vjetë, për 3, për 5, po dyshe për 16, 17 vjetë. Nuk e dy dekada që të harrojnë këta dy njerë. Dikur do ndodhe Vilma, kur këta dy të kalojnë 20 vite të ndrohen dy breza shtifozësh, që ne do kemi shkuar në moshë diku të 60-70 vjeç, dhe do flasim prapë tu, do themi që dëgjoj se ne kemi parë siç flasin këta për Maradonën dhe për Pelin, do flasim ne për këta, dhe do jetë dy të tjerë që do flasin brezi ri për ata dy tjerët, po që sa këta të jenë akoma do jetë shumë vështirë që të zgjesh dy. Duhet shumë vite që të shikojmë
paktën 1, jo 2. Jo 2, e vërtet. S'do shikojmë kur. E vërtet sepse ka shumë talente, duhet thënë, edhe okej, futbolli... Më vjen keq Janë për talente që u kanë bajnë çmimet që ti blej lojtar në Angli 130 milion euro. Tani më shumë e kanë mendjen te Instagrami, te YouTube-i se sa te Më vjen keq shumë për Italinë, e cila është në një krizë. Nuk e shpresë fare te ky Amali. Unë e shikoj një fëmijë të përkthelu la shumë më shumë. No, i përkthjelur ka qenë ai se ta laj Messi, normal që ka qenë përkthjelur. E pa videon e fundit që si jep te kupën? Unë kam një shije të keqe se këta, te këta, sidomos te këta që janë me ngjyrë. Unë besoj që talent më të madh se Ronaldinho, jo Amali, po do shikojmë vite që nuk do na vi. E pam një vit, 2 vjet, 3 maksimumi me sforcë të jashtëzakonshme dhe perëndoj. Spanja ka shënuar gol, por do të marrim ende një... Do presim prapë arbitrin e VAR. Nuk ka konfirmim. Ferran Torres ka shënuar gol për Spanjën, kështu që... Ka shënuar golin? Urdhëro? Ferran Torres. Ferran Torres. Mirë, ne i shijuam edhe këto video, i sollëm edhe një herë në vëmendje, ndeshja është duke u luajtur, është në kohën shtesë me Argentinën, me Spanjën, cila ka shënuar golin nëpërmjet Ferran Torres, ka edhe disa minuta për të luajtur. Mendimi final ndodh, që do të thotë. Jo, mendimi final. Mbaroj, Kupa Botës. Për 90 minuta, besoj se po. Për 90 minuta Spanja ishte pretendente dhe kryesore për të mbajtur topin, për ta vënë në vështirësi kur ne përshofim që Argentina asë një gjujtje në port, plus dalje edhe me kartonin e kuj që atë i e pakoma dhe më shumë favorizon Spanjën për mënyrën e interpretimit dhe mënyrën se si luan Spanja, kështu që çdo gjë në këto momente flitet për Spanjën, ndërsa arriti të realizojë dhe golin. Me merit çdo gjë është favor Spanjës. Spanja. Unë do bëj parashikim për botërorin tjetër që Cristiano Ronaldo me zi po pret që të shpiket në i gjë që tjetë edhe botërorin tjetër. Të luaj me djalin, të luaj me djalin. Messi nuk fitoj këtë, do të barazoj Messi, do luaj dhe botërorin tjetër. Po flitet që do jetë dhe Neymari botërorin tjetër. Neymari do të bësh një Neymar të rrise. Unë dua, mos ta çoni aq larg, dua këtu Spanja. Po mendoj që do ta mbroj rezultatin po Spanja. Baroj, Spanja. Baroj, okej. Mirë, dakor. Vështirë për ta kthyer më 10 lojtarë Argentinë. Shiko, nuk është se Trumpi është. Më duhet të pranoj. Mund prishet nesha, bëhet prapë ja nesër. Më duhet të pranoj që nuk kemi qenë shumë mirë me parashikimet, jo për gjatë gjithë vitit, po. Se çfarë ndodhi barazoj? Në këtë botror, jo. Do të se barazojnë atë. Jo, nuk kemi qenë në përgjithësi, po them. Ka pasur rezultate ndryshme, megjithatë ne jemi në fund të Studio Sportit edhe për mbrëmjen e sotme. Faleminderit Sermin Fatushi, faleminderit Alpin Gallo, faleminderit shumë Enida Xhelili, faleminderit Erion Zeqira, i dashur miq, faleminderit dhe ju që na ndoqët në këtë orë të mbrëmjes në Vision Plus. Më takofshim transmetime të tjera. Bashkë mirupafshim, natën e mirë.